se për arsye të bllokimit të rrugës në Zhelin dhe Gostivar do të vonohen gjysore mysafirët tanë nga qendra. Shtabi qendror ju lut për mirë kuptim. Faleminderit. E ma jep bekimin, se të qitë manin, e të shoj pushtrimin, sot me këndi shkera, pusha sa këtë mane zemrën darkari, gjaku shqipëri, jem Kosovë parane tinja, kush mushtet projekte mija, e beto të gri, kush na prekiri. Tona jon, zemra jon, forca e me, besën me trinëri, frynës këndërve, rosë qos për që kom brulli hyri, dune darkani. Mirë se keni ardhur në tubimin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Sot është ditë e madhe. Kjo është ditë kremte e çerdhin e saj të punës dhe sakrificës. Për këtë ditë u derdhën shumë lot, u derdhën shumë gjak. Andaj u ftoj që me 1 minutë heshtje të nderojmë të gjithë dëshmorët e kombit. Lavdi! Pas në shkrimit të marrëveshjes së orit, po ashtu iniciativat nuk mungonin nga përfaqësuesit e UÇK-s, pikërisht nga përfaqësuesi politik dhe komandanti i përgjithshëm i UÇK-s Ali Ahmeti. Iniciativa doli e suksesshme dhe u themelua Këshilli Koordinues me në krye Ali Ahmetin
Dhe ky këshill, për fat të keq dhe me një qëllim shumë të mirë, arriti që të mos funksionoj si që duhet dhe disa apo të gjitha ato parti që frekuentonin aty të ndihmojnë njëra tjetrës me qëllim që të ekzistonin vetë dhe të mos pranonin idenë e unifikimit të shqiptarëve këtu në Maqedoni. Dikush na thonte se shteti duhet të na amniston. Nuk lipnim falje dhe amnisti nga shteti. Si kemi ba faj këtij shteti, kemi kry punën tonë për dëshirën tuaj. Duam votën tuaj dhe duam respektin tuaj ashtu si kemi pas vitin e kaluar. Ju ftoj për fund që me 15 shtator, në mënyrën më dinjitoze, në përmasat si kur që jemi këtu, të dalim në vendvotime, të votojmë, se vetmja formë është ajo që ta mbrojmë votën tonë, mos të na i prodhosim votën. Ju ftoj që me 15 janar, fitimtar të jemi bashkë me ju. Ju prifte mbara. Të nderuar zonja, zotëri të nderuar, kam nderin që si kandidate për deputete ju përshëndes juve të nderuar të pranishëm, të përshëndes luftarët e UÇK-s që gjenden në mesin tonë. Dhe në veçanti të përshëndes udhëheqësit më të lartë të BDI-s. Sishme që të dalim me subjekt të ri politik, subjekt që është më i njohur për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim. Parti e cila afron opcion të ri me forca të reja. Ju jeni ato forca të reja. Lufta sa ka qenë e vështirë, ka pas një qëllim, që të arrihet fitore ndaj forcave të armikut. Atë definitivisht e arritëm, me mbështetjen që e patëm nga vetë popullatja jonë shqiptare.